Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju tashmë deklaratën zyrtare të policisë se çfarë ka thënë Jozi dhe për çfarë arsye e ka bërë të gjithë këtë ngjarje në shtëpinë e Big Brother. Është zbuluar dëshmia në polici e Jozit, i cili u arrestua mbrëm pasi goditi gjestin në çastet kur po dilte nga shtëpia e Big Brother VIP. Pasi u arrestua, Jozi u dërgua në komisariatin numër 6. Në dëshminë e tij në polici, Jozi tha se gjesti e ka provokuar. Më ka provokuar gjatë gjithë lojës, nga gjak nxehtësia e qellova, nuk e durova më, tha ai. Akti i papranueshëm ndodhi gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë së mbrëmjes së djeshme në formatin e Big Brother VIP Albania. Ky veprim i paprecedent u transmetua në kohë reale dhe u ndoq nga një publik i gjerë kombëtar. Do me thënë, është zbardhur dhe dëshmia e Josefin Markut, banorit arrestuar natën e mbrëmshme nga policia e Tiranës e komisariatit numër 6, ku Josefini ka thënë që u provokova nga ana e gjestit. Nuk e di se cilën pjesë e quan provokim, ndoshta për Jozin provokim është hapja e derës dhe nuk mundesha më të duroj e godita. Kjo është dëshmia e Jozit, akoma është situata në procedurë e sipër. Policia po bën procedurën e kësaj ngjarje, domethënë nga të gjitha informacionet që ne kemi arritur që të mbledhim, Jozi është lëshuar natën e mbrëmshme në orën 5 të mëngjesit nga policia dhe akoma po ndiqet një procedurë penale për të arritur edhe dënimi që është i dyshuar që do të jetë një dënim me para, domethënë kështu e tha edhe advokati ditën e sotme.